Hapeni faqen e Smart Extract edhe kyçuni. Masnej shkoni kyçuni te postmeni, shkoni te profili, poshtë profilit është tokeni. Kopjoni tokenin. Masnej ktheuni te faqja Smart Extractit, shkoni te cilësimet, klikoni postman, shkruajeni emrin e llogarisë, bëni një paste tokenin, klikoni shto llogari, masnej zgjedhni çet llogari që e shtut. Mu më vjen ma lehtë me i nda ekranin në dy pjesë. Në njërin pjesë e lo Smart Extractin, në pjesën tjetër i lo mesazhet që kam i bo screenshot. Shkojmë te mesazhi i klientit, e bojmë screenshot, kthehemi te faqja Smart Extractit, te përpunoj imazhet, e bojmë paste, masnej kliko përpuno imazhet. Edhe për disa sekunda shfaqet dhanat e përpunume. Kontrolloni për ndonjë gabim të mundshëm, edhe në fund klikoni butonin dërgo të gjitha porositë. Në këtë moment, porositë veç janë regjistru, mundeni me i verifiku të shku te faqja postmenit.